Teksa na ndajnë vetëm pak ditë nga aprovimi i parë i maturës shtetërore 2026, Ministri i Arsimit dhe Sportit, Mirela Kumbaro, në një konferencë për media sqaroi detaje nga organizimi i punës për mbarvajtjen e provimeve. Bëhet fjalë për një punë voluminoze që ka nisur që në muajin dhjetor të vitit kaluar, me nxjerrjen e përditësimin e urdhrit, ose që ndryshe është rregulloria e organizimit të maturës shtetërore, e cila si vjet vjen me një risi për shkak të forcimit të rregullave, sepse çdo vit na mëson, na nxjerr nga një eksperiencë të re. Kemi bërë publikimin online të modeleve të provimeve se si duhet të shërbitet nxënësit. Kjo ka muaj, e kemi shpërndarë në gjitha shkollat në mënyrë shumë të organizuar dhe kapilare. Ministra Kumbaro deklaroi se ka pasur një ashpërsim të kësaj rregullori krahasuar me vitin e kaluar. Do të jemi strikt dhe asnjë tolerancë në zbatimin e rregullores së maturës shtetërore, të cilën po e komunikojmë në të gjitha format e mundshme nëpërmjet gjithë kanaleve. Çdo thyerje e rregullit gjatë procesit të provimit nga maturantët do të sjellë automatikisht përjashtimin e nxënësit nga procesi i provimit të maturës. Ministri i Arsimit dhe Sportit, Mirela Kumbaro, u ndal gjithashtu edhe tek programi pas shkollë, i cili ka nisur pilotimin në 47 shkolla. Mbas një pune shumë të gjatë, madje do thoya disa vjeçare, me disa forma organizimit të këtij programi që e kemi përmbledhur në një titull të vetëm pas shkolle, publiku, mediat janë mësuar dhe nxënësit dhe mësuesit me emërtesat ndryshme, siç ishte shkolla qendërkomunitare që prej 10 vjetësh është futur tashmë në shumë shkolla. Bëjmë detyrat e shtëpisë. Prej 4 vjetësh kemi futur programin Artezeje. Në një mënyrë ose në një tjetër janë të gjitha rubrika të cilët i kemi përfshirë në nocionin pas shkollës, sepse janë aktivitete që shkëmbëhen për te programit të detyruar që mbaron me orarin e mësimit të detyruar. Gjithashtu, Ministria Kumbaro bëri me dije se nga 1 qershori nis puna për strategjinë e re kombëtare të arsimit parauniversitar 2027-2032 me përfshirjen e institucioneve, mësuesve, nxënësve, partnerëve zhvillimor dhe shoqërisë civile.